Me një komunë të vetme e të vogël si Malisheva si rezervuar të mbështetjes për vete, Fatmir Limaj nismës nxori 3 deputet, 3 deputetët cilët njëjtësojnë matematikën në të dy anët, në numrin e partive ish opozitare që bëjnë 49 gjithsej dhe atë të ish pushtetit që bëjnë 48 deputet, për të ndërtuar një qeveri eventuale bashkë me pakicat jo serbe. Para më së 2 muajsh një paraqitje e Limajt në Debat Plus do të ndërronte çdo paramendim të mirëqen për parti fikse ish opozitare ose dhe aso pastërtisht ish pushtetare. Unë ule me të gjithë, kush të mëfton për interesa nacionale, ishin fjalët e Limajt që prodhuan pafund debat dhe u pan si qëndrim i dyshimt. Tash e 2 muaj Limaj është mbyllur hermetikisht për publikun. Me që kishte marrë vesh media, Fatmir Limaj topin e kishte lënë në obor të ish partive opozitare për të ndërtuar shumicën në rastin e eventualitetit të dështimit të Albin Kurtit deri në seancën konstituitive, por se për ndryshe atëhera ja voton qeverin edhe ati. Me ç'duket gjërat po peshojnë në këtë anën e fundit, Fatmir Limaj u raportua për 2 takime me Albin Kurtin, që si ka demantuar askush gjermëtash, një të premten dhe një të shtonën. Raportime të pa konfirmuara thonë se Limaj mund të jetë duke kërkuar postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës, si çip për votat e partisë së vet për partinë në pushtet. Zyrtarët e nismës janë shprehur ambivalent, duke thënë se thjesht preferojnë bashkëpunim me partitë ish opozitare, duke nënkuptuar që në dështimin e këtij opsioni nuk përjashtojnë hyrjen me vetëvendosje në qeveri. Aktor televiziv të vetëvendosjes në anën tjetër vesh se shprehen se koalicioni me Limajin është punë e kryer. Më 8 prill mbahet mbledhja e kryesisë së kuvendit për para përgatitjes të seancës konstituitive për kuvendin e Kosovës, ku pritet të bëhet betimi i deputetëve, zgjedhja e kuvendit të Kosovës dhe rrjedhja për mandatarin për formimin e qeverisë. Partitë ish opozitare në anën tjetër janë zënë ngërçe me qëndrime paraelektorale. Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës akuzojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës për qëndrim bllokues në një koalicion i mbar opozitar. Memli Krasniqi i PDK-s thotë se po qese LDK-ja jepet për këtë opsion, me dështimin e Kurtit për të ndërtuar shumicën ata e bëjnë qeverinë për 40 tetor, teksa rreken të kërkojnë fajin nëse vendi shkon në zgjedhjet e reja. I nominuar i PDK-s për kryeministër Bedri Hamza e jep partinë e tretë për nga rezultati zgjedhor, për të cilën pati ftesë dhe porosi në tingëllim vërejtje. Hamza në Debat Plus foli se PDK-ja nuk mbyll udhë, duke e dhënë për dallim qëndrimin e partisë së vet karshi llogores së qëndrimeve paraelektorale të LDK-s, se nuk hyj në qeveri pa e marrë postin e kryeministrit. Vështrim kri tjetër nga Lumir Abdigjiku, i cili njëkohësisht po jepte intervistë në Rubicon. Në një moment Hamza u duk t'i çojë porosi Abdigjikut, për të cilin tash e një muaj ka ftesë për të biseduar në skenarin e pamundësisë së vetëvendosjes për të krijuar shumicën parlamentare dhe ndërtuar qeverinë. Rrjedhimisht në kalimin e mandatarit e partia e dytë. Nëse kjo nuk funksionon, atëherë vjen te situata e tretë, që nuk është e mirë për vendin, jo e shëndetshme, zgjedhjet e reja, por kur shkohet në zgjedhje, ka përgjegjësi dhe adresë. Kush ka kontribuar që vendi me shku në zgjedhje, që vendi mos me pas institucione, që me pas vakum institucional, mu prolongu çështjet, tha Hamza.